Xheneta Fetau ka folur hapur si rrallë herë për jetën e saj personale, duke u ndalur sidomos tek marrëdhëniet dhe presioni social që shpesh shoqëron gratë në moshën e saj. Në një moment të intervistës ajo ka pranuar gjendjen e saj sentimentale me një deklaratë drejt për drejt, është bosh, duke i referuar jetës së saj të dashurisë në këtë periudhë. Duke folur për raportet mes njerëzve sot, ajo ka ngritur shqetësime mbi besnikrinë dhe mënyrën se si funksionojnë lidhjet në ditët e sotme. Është shumë e vështirë sot me gjetë një mashkull, jo që nuk të do për atë që je, por sot po të rrethojnë edhe me djem, u shpreh ajo duke lidhur këtë me konfuzionin dhe mungesën e stabilitetit në marrëdhënie. E pyetur nëse ka përjetuar diçka të tillë, Fetau sqaroi se kjo nuk ka qenë pjesë e jetës së saj. Jo, mua shëqyrë Zotit nuk më ka ndodhur akoma, jam e lumtur kështu siç jam. Jeta ime sentimentale është bosh. Besoj se është e shkruar, kur të vi. Xheneta Fetau nuk ka përmendur dhe presionin që shpesh i bëhet për martesë, sidomos pas së 30-tave, duke nënkuptuar pritshmërinë sociale që sipas saj nuk përputhen gjithmonë me ritmin personal të jetës. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.